Bashkia Roskovec në bashkëpunim me Institutin e Bashkive të Shqipërisë kanë organizuar seminarin trajnues Prokurorimi qarkullues me qëllim trajnimin, ndarjen e njohurive dhe përvojave mbi ekonominë qarkore dhe prokurorimin. Ky seminar përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të forcuar kapacitetet tona institucionale dhe për të reflektuar mbi qasje më moderne dhe më të qëndrueshme në përdorimin e fondeve publike, ka thënë kryetarja e Bashkisë Roskovec Majlinda Bufi. Në këtë kuadër, prokurorimi qarkullues shihet si një instrument i rëndësishëm për zhvillim të qëndrueshëm dhe menaxhim të përgjegjshëm të burimeve publike dhe sipas saj, Bashkia Roskovec mbetet e angazhuar në promovimin e praktikave që përputhet me standardet europiane dhe që sjellin përfitime konkrete për komunitetin. Në një mundësi të re, në një koncept krejt të ri se si prokurimi të mos fokusohet në çdo lloj procedure që ne kemi, jo vetëm në blerje, shërbime, marrja apo infrastrukturë, projekte infrastrukturore, jo vetëm thjesht në atë që ligji shqiptar përcakton për të kryer eksaktësisht sipas kërkesave që ne bëjmë, por për të futur në të konceptin e një, po themi, ekonomie qarkulluese. Se si prokurimi mund të jetë gjithëpërfshirës duke futur aty përdorimin e çdo elementi fundor për ta bërë këtë proces sa më fundor në kuptimin edhe të kursimit, edhe të përdorimit, edhe të patur një ambient sa më pastër, edhe të harxhimit sa më pak, po themi, të buxhetit, dhe për të bërë përfitime në gjithë përfshirëse në këtë lloj prokurimi apo në këtë lloj procesi blerjeje dhe, po themi, realizimit të çdo lloji aktiviteti. Këto janë procedura dhe koncepte që tani Shqipëria do t'i duhet i ketë më së shumti në praktikat e veta, edhe për shkak të procesit ku ne jemi futur. Ne jemi një proces integrimi në BE dhe kemi një deadline ku qeveria shqiptare me gjitha institucionet, qofshin ato qendrore, por më së shumti edhe vendore, kanë detyrimin jo vetëm për të rregulluar bazën ligjore, por për të përfshirë ato në gjithë praktikat e vetë punës. Integrim nuk do të thotë që të vijë Evropa në Shqipëri, do të thotë që mundësia jonë, çfarë ne kemi, çfarë ne përdorim në përditshmërinë tonë, në jetën tonë, të bëjë një jetë si të Evropës, të standardeve të Evropës, në Drejtori ekzekutiv i Institutit të Bashkive të Shqipërisë, Agron Haxhimali, pohoi se kjo iniciativë synon përmirësimin e qeverisjes dhe politikbërjen në fushën e ekonomisë, në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse puna, mënyra se si qaset e reflektimi, shërbimet, mënyra se si e trajton komunitetin është një model shumë i mirë dhe ne pak më parë diskutuam që këto lloj praktika shkretare do na ndajë dhe në një konferencë ndërkombëtare që do bëhet në Sevile, por këto janë çështje më tepër që vlen që emri, puna juaj, praktika juaj edhe të ndahet në vende tjera, por edhe të merret nga vende tjera, sepse kultura, ndryshimi, edukimi, ndërgjegjësimi kanë një vlerë jashtëzakonisht të madhe për fëmijët tanë, për sot, për nesër, por edhe pak energji të reja dhe për më shumë dinamik kemi nevojë se jemi shumë pranë Bashkimit Evropian si vend kandidat dhe të gjithë duhet të mendojmë pak ndryshe në këtë aspekt dhe unë po përfitoj nga rasti që kam kryetaren këtu të falenderoj dy kolegët për praktikat e mira që do të sjellin për njohuritë e reja, ato janë të angazhuar me institucionet e tyre që pretendojnë. Kreu i organit ekzekutiv të Bashkisë Roskovec Zonja Bufi theksoi për të pranishmit se integrimi i parimeve të ekonomisë qarkulluese në prokurorimin publik është një hap i domosdoshëm drejt rritjes së eficiencës, mbrojtjes së mjedisit dhe nxitjes së inovacionit në nivel vendor. Jam e bindur, ka thënë Zonja Bufi, se diskutimet dhe rekomandimet e këtij workshopi do të shërbejnë si bazë për hapa konkret në të ardhmen e pushtetit lokal dhe i qytetarëve të Roskovecit.